Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur besimtarë, dëgjoni për këtë rrëfim inkurajues dhe motivues. Një grua besimtare e sprovuar në Kairo të Egjiptit për 15 vite rreshtazin nga magjia. Si çdo besimtar që do të mundohte, edhe ajo mundua për të gjetë sebeb dhe zgjidhje nga sëmundja që e posedonte. Ju lutte Allahu Dhul Xhelal vazhdimisht, derisa në fund vendosi edhe gjën më të vetme dhe të shtrenjtë ta jepte. Ajo ishte një qafore që e posedonte dhurat nga papai i vet. E mori qaforën e vetme, u nis për në pazar, për në treg, dhe shkoi tek artari. Ja dërzon artarit që ta shkrije, dhe e pyet: "Oj motër, për çfarë e shkrini? Keni ndonjë hall?" Thot: "Po, kam dëshirë që kët ta shkrije dhe parat jap sadaka." Thot: "Nëse keni këtë mendim, ne kemi këtu afër disa jetim dhe kanë nevojë për para." Atëherë motra gëzohet, thot: "Jepni ato para për ata jetim." Dhe kjo kthehet në shtëpi, duke shpresuar plotësisht, pasi Allahu është ai i cili shëron, dhe kthehet në shtëpi, fillon të ndjen një lehtësim të madh. Subhanallah. Më njëherë ndryshim në gjendjen shëndetësore. Derisa kthehet të nesërmën përsëri, të kalon në treg, ky artar e shef këtë motër dhe e thret: "Oj motër, eja pak këtu." Dhe derisa shkon motra, afrohet dhe i thot: "Ne mbram derisa punonim në atë qafore, gjetëm një hajmalim brenda dhe e morëm ashtu si urdhëron profeti alayhis salam, e shkatruam." Dhe thot: "Ne ato para i dham sadaka. Allahu a pranov sadakan." Fillon motra të qaje në zë. Pasi sadakaja vetëm se ishte pranuar, derisa ajo u thonte për në shtëpi. Thot: "O vëlla, derisa u ktheja për në shtëpi, unë kam dje lehtësim të madh. Mendova që malet kanë qenë mbi mu, mbi supët e mia." Pra, subhanallah, vlera e sadakas. Resulullahi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Shëroni të dashurit tuaj me sadaka." Andaj, mos ngurroni në sadaka, pasi vërtet sadakaja është zgjidhje për shumë probleme. Lutim Allahun Dhul Xhelal që sadakat tona të pranohen dhe të jenë të sinqerta. Wa akhiru da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin.